Kundërshtimi ndaj shkrirjes së Bashkisë Kloz dhe bashkimit të saj me Bashkinë MAT kanë mbledhur një seancë jashtëzakonshme Këshillin Bashkiak drejtues vendor të banor të zonës. Mbledhja u zhvillua pas propozimit të mazhorancës parlamentare për reformën administrativo-territoriale, ndërsa këshilltarët bashkiak u shprehun unanimisht kundër ndryshimit të kufive vendor. Kryetaria e Këshillit Bashkiak Hasbie Dedolli bëri të ditur se mbledhja u thirr për të diskutuar dhe miratuar një qendrim zyrtar ndaj këtij propozimi. Këshilltarët deklaruan se do të ndjekin të gjithë rrugët ligjore për kundërshtimin e reformës, ndërsa nuk u përjashtuan edhe organizimin e protestave. Në mbledhje mori pjesë dhe kryetaria e Bashkisë Kloz, Valbona Kola, e cila sqaroi se propozimi për reformën ka mbërritur në institucionin 2 ditë më parë dhe tashmë nis periudha 6 ditore e konsultimit publik. Ajo bëri të ditur se do të zhvillohen dëgjesa me qytetarët në të gjitha njësitë administrative të bashkisë për të mbledhur qëndrimet e komunitetit. Kryebashkiaka Kola theksoi se qëndrimi zyrtar i Bashkisë Kloz do të bazohet te mendimi i banorëve, ndërsa procesi i konsultimeve pritet të nisë në ditët në vijim në të gjithë territorin e bashkisë.